një javën e kaluar për cilën një vëllai tonë musliman për ahiret, i cili ka qenë xhamatli i madh i xhamiave tona. Ka qenë Adrian Morina, na këtë i kena thonë bablëk i ri, ka rrugë 58 vjeçar, ka pat një smundje shumë të rëndë, mbi 3 vjet ka jetu vllazën pa lukt. Ka jetu çashtu në haxhuar, as i ka posranë në haxh babën, për babën e tij është bon jetë, po që i pa thy kom baba i tij, o pa rësu, e për mos me metë dheni thot, a i pranaj në shkullë i tha familjes, masi une Allah më ka spërvu me lukt smut e ma ka ljek luktën, dek për dek ma mirë vdes, bili tha në haqë, në qabe, edhe unë isha tëre u dhec në 2012, ku më trajet edhe gjithë Kadria, në qabe isha u dhec, edhe po më tregan, bilin të amaf, pasha zotën e madhun të dashur të mi, sa këmë nej 3 javë dit në qabe, pasha Allah e madhun, muj jam i bindun që aja për një ati 30 fjallë nuk e për një. 30 fjallë. Një njeri cili ka jetu një pjesë shumë madhe, një jetë modeste, shumë i thjeshtë, edhe gjithë mund vend të parë, në saft të parë, në gjami, në 5 kodë, i përkushtu në rrugën Allah, mirë po shumë është interesant që të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë ka njeri të cilin nuk i dihet prezenca e tij. Anë tokë nuk e njofin, anë qiell e njofin tonë. Ka në njofin qiell. Në qiell e njofin ati cili fletë mas pakte. Ati cili nuk është zhurmagji, ai cili nuk është i ligë, ai cili ka kujdes në fjallorin e tij, ai cili nuk i thomon njerëzit, ky pas ka peshtë Allah. Thot pejgamberi alayhis salam ditën e Kiametit, a doni me konë me mu ofër me, që vëllai një lojë thjesht mu bon, hajde lujti valla Kosovën me Haitin, edhe janë i bindur s'ka pas njeri i cili ka prezantuar ato, e që s'ka pas shef fukon në atë vend ku ulen VIP, ata njerëz të mëdhenj, ta pyetojnë. I pjesë e tyre absolutisht nuk ka të bëjë me VIP, se VIP njeri i veçantë është ai i cili adhuron Allahun me ka moral, me ka dignitet, respekton nomën, babën, nuk shkep në gjakun e dëshmorë, çka janë VIP. Kur sa ata cilët janë të shpërënuar, të degeneruar, shkatëruar, të ndjekur pas epsheve, totalisht shkatëruar, ata nuk janë. Edhe çka e ndjen njeri vetën çka? Që është mirë valla është ofër filanet njeriu i cili është në pozitë. An ditë Kiametit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush do me kom ofër meje, thotë le të ketë kujdes në jetën e kësaj bote, le të sillet mirë me njerëz. Sillet mirë me njerëz. Sillet mirë me njerëz, mos i lënë çmo ata, mos i provokon ata, mos i lënë çmo ata. Mos gabon me po veprime të këqija, sepse nuk mundesh me kom ofër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sjellja jote shumë ka rëndësi të dashur të mi. Prandaj ki kujdes se si po sillesh, sepse të sillesh tënd mirë, Allahu xhalla xhelalu pastaj nuk na provokon me fatësi. Andaj kjo çka po ndodh jo vetëm në shtetin tonë, jo vetëm në vendin tonë, që është duke mungu shiu, është në pjesët më të mëdha qendrore në botë, ka është duke mungu shiu më të mëdha njerëz. A ku vao pse? Sepse një pjesë e madhe e njerëzve e kanë shumë rrugën e Zotit.